tona, po ideja është që në momente finale njeriu duhet me pas vizionin e duhur, sepse në momentet finale këtij vendi i ka qellu një president në vitin 90, e përmene shumë gjatë kësaj presidentin Rugova, i cili me qetësinë e vet, edhe me vizionin e vet, edhe me një karakter të fortë këtë vend e ka udhëheq drejt pavarësisë Kosovës. Pra në vitin 90 ne kemi pas më shumë miq që e kam përkra Kosovën si në Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara se sot sa kemi miq. E kujtoj që këto janë të rëndësishme, nganjëherë njeriu varet shumë prej njeriu, si më thon çel procese, njeriu mbyll procese. Definitivisht. Krenar, po nisëm te polemikat e fundit. Ka të bëj edhe me akuzat, edhe me pozicionimin që i bë krejt kundër vetëvendosjes. Edhe me qëndrimet që i ka pas opozita për këtë qeverisje. Tu nis prej rrymës, të nerve një burimor edhe krejt zhvillimet e fundit. Edhe tash polemikave të fundit që një krejt një bo bashk, edhe nëse fitoni ju kanë me fitu hajnat, që reviza vendosë është qeverisja ma e pak korruptume në vend. Shiqe Fidan, nuk mujnë... Ju vetë keni qenë edhe shef, keni qenë edhe në kone Ministrisë Infrastrukturës më zotën Abdigjiku, keni qenë edhe drejtori investimit kapitalin Prishtinë, edhe tash deputet kandidaturës, po të më s'keni mujtë me kry punën se 6 muajnit ke blokat, gjina, dim për juve dhe për shumë një pjesë, shpresoj që keni mësit prap deputet, edhe mjë po edhe mrena kuvendit aktivitet një uj. Po këthejme të akuzat të paralelet, korrupcion, këta e në korruptum, nësë jemë korruptum. Shiqe Fidan, nuk mundet këtë bota me konë gabim e te me konë nonën e smirës. Kërkush nuk e ka pengu zotin Kurti me ndërtu relacione me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si me administratën Biden apo me administratën Trump. Po këthejme të akuzat. Jo, të akuzat, po ne dalim prej kësaj deri të akuzat. Kërkush nuk e ka pengu me ndërtu relacionet mira me Shtetet Evropiane. Ne jemi 700 milion euro sot në sankcionin ndërkombëtare sa po flasim ne, pikërisht për shkak të qasjes së zotit Kurti. A menon si ka qenë drejt qasja bezë në Kosovës, për shembull, na jena në masa, Serbia nuk është në masa. Absolutisht, Fidan. Mogherini tu arrestu sot për korrupsion. Okej, Fidan. Dojmë i fundit është që Mogherini, nona, baba, e krejt aty ndërmjetësime u arrestu sot për korrupsion. Pa jam njësu zotin Kurtin edhe shqasin zotin Kurtin. Fidan, ne... Po dhe Angel me bo bëjen, nuk e di. Jo, s'pe bëj Angel bëjen, nuk pe bëj Angel bëjen. Une po flas këtu për partneritete strategjike cila du të më rujt në këtë vend. Na realisht jemi përball kësaj Albin Kurtit, ku ne i patëm 4 kryeministra shqiptarë në rajon, do më dhënë 8-4 kryeministrat, 8-3 kryeministrat tjerë nuk ju përshtatën këti as ideologjikisht, as politikisht, as në vend ata shfrytëzojmë momentumin politik në këtë vend për interesat tona. Pra, ndryshë është kur flasin 4 kryeministra në një tavëlin me një homolog, ndryshë është sot ne i kemi vetëm 2 atë momentum nuk e di kur e këthejmë. Do të është pojë vetëm të zoti Kurtja për të zoti Roma. Jo, unë kujtoj, më falë. Ka pojtë pozicion, ka mojtë të anit zoti Roma, nëse... Zoti Kurtja atje. Shiqe Fidan, nëse këthejmë të zoti Roma, sot e 5 vjetë, ku i kemi qenë edhe ku është Shqipnia. Falë, Zoti Roma është një hap para Bashkimit Evropian. Definitivisht. Malizi është një hap para Bashkimit Evropian. Na ku jemi, Fidan, na ku jemi. Në cilën pikë jemi ne. Tash te akuzon opozitën. Pra, na u akuzu Amerika, u akuzu Evropa, u akuzu në 4 kryeministrat, edhe të detajet. Absolutisht, Fidan. Tash, po i pengon krejt skena politike. Unë kujtoj që me këtë mendësin, na nuk mujmë me jetës për para. Nuk shkon me mendësin të tillë të përqarjes së thellë, cilën e ka polarizu skenën politike. Unë kujtoj që vendi zhvillohet nëse na realisht kemi respekt për partit politike. Na me nismën nuk kemi bo marrëveshje parazgjedhore, edhe djenë këshill përgjithshëm nuk ka pas, si me thonë, vullnet të antarëve të këshillit përgjithshëm. S'do me thonë që pas zgjedhjeve, nëse nisma është pjesë e kuvendit, mos me pas marrëveshje. Djenë këshill përgjithshëm ka qenë qëndrimi, mos me marrë zotin Limaj. Absolutisht, do me thonë, sepse unë mendoj, unë edhe sot mendoj që LDK-ja duhet të qëndroj në anijen e vetë. Do më në partit të cilat ideologjikisht kanë udhëtu me lidhjen demokratike të Kosovës, sa i përket pjesës para zgjedhjeve. Mas zgjedhjeve ulën partit politike, sepse këtu në këtë format duhet me pa një procesin zgjedhor. Cilësi tim krenore? Jo, kjo është... Se për SHDK-ja nuk ju erdhë së ere. Partia historike e partnerit koalicionit LDK-s, partia Mark Krasniqit nuk ju erdhë. Shkeme vendosën jo me juve. Shiqani, tash LDK-ja kërkujt nuk mundet me i garantu që me konë deputet i Parlamentit Kosovës.
Në këtë pikë, unë kujtoj që ne kemi garën e hapën, janë 110 kandidat, po them që kërkesat do duhet të